Cifti adopton 3 djemtë e fqinjes që ndërroi jetë. Kur ata kthehen në shtëpi i pret surpriza, 3 djemtë e fqinjes që ndërroi jetë, historia prekse e një çifti që zgjodhi të ndryshojë jetën e të tjerëve. Audrey ishte një nën beqare. Jetonte në një shtëpi të vogël me qira në një lagje modeste në periferi të një qyteti amerikan. Kishte 3 djemë, Noah 9 vjeç, Elia 7 dhe Liam vetëm 4. Jeta për të nuk kishte qenë kurrë e lehtë. Kishte punuar në 2 punë njëkohësisht për t'i mbajtur fëmijët me bukë, për të paguar qiran dhe për të siguruar libra e rroba të përdorura që t'u mos mungonte asgjë elementare. Audrey kishte një buzëqeshje të bukur, por fytyra i ishte lodhur nga jeta. Pavarësisht gjithçkaje, ajo kurrë nuk u ankua. Ishte nga ato nëna që shkonin me biçiklet në punë në shije në dëbor, që kur kthehej në shtëpi luante me fëmijët sikur të kishte pushuar gjithë ditën, por një ditë gjithçka ndryshoi. Shenja e parë e frikshme filloi me një lodhje të çuditshme. Më pas dhimbje koke të forta dhe vështirësi për të marrë frym. Audrey e injoroi në fillim, si gjithmonë. Ajo nuk kishte kohë për të qenë e sëmurë. Por kur ndjeu se po i binin të fikët ndërsa po i bënte mëngjesin fëmijëve, u detyrua të kërkonte ndihmë, shkoi në spital dhe pasi bëri analizat, mjekët i dhanë një lajm shokues: kanceri ishte përhapur. Në një dhomë të bardhë të ftohtë, ajo ndjeu sikur i rrëshiti toka nga këmbët. Mendja e saj nuk ishte te vetja, por te 3 djemtë që e prisnin në shtëpi, kërkesa që tronditi një lagje të tërë. Nga shtrati i spitalit, Audrey vendosi të shkruante në grupin e lagjes në Facebook. Nuk kishte familje. Ishte vetëm. Shkroi: përshëndetje fqinj. Jam Audrey. Kam 3 djemë të mrekullueshëm. Nuk jam mirë me shëndet dhe do më duhet të qëndroj disa ditë në spital. A ka ndonjë zemër e mirë që mund të kujdeset për fëmijët për pak ditë? Shumë njerëz pan mesazhin. Pak e lanë me një like ose një emoj lutjeje. Por një çift, Jessica dhe Michael, që banonin në katin sipër, vendosën të vepronin. Takimi i parë, fillimi i një lidhjeje shpirtërore. Jessica ishte një mësuese ndërsa Michael punonte në IT. Nuk kishin fëmijë, megjithse kishin vite që përpiqeshin. Kur lexuan mesazhin e Audreyt, ndjen një nxitje të brendshme. Shkuan menjëherë te shtëpia e saj dhe takuan djemtë për herë të parë. Ishin fëmijë të ndrojtur, të raskapitur, por me sy të ngrohtë. Kur Jessica u përkul për t'i përqafuar, Noah i tha: a do të na çoni tek mami nesër? Zemra ju thye, lajmi që askush nuk dëshiron ta dëgjoj, pak ditë më vonë. Spitali njoftoi, Audrey kishte ndërruar jetë. Lajmi u përhap si rrufe. Por askush nuk e ndjeu dhimbjen si ata 3 fëmijë që tashmë kishin mbetur pa asnjë njeri në botë. Jessica dhe Michael ishin të shokuar. Nuk e njihnin shumë Audreyin, por ndjen sikur kishin humbur një mikesh të vjetër. Dhe më shumë se kaq, ndjenin se nuk mund t'i braktisnin ata fëmijë. Vendimi i madh që ndryshoi gjithçka. Pasi kaluan disa ditë me ta, në heshtje e mendim të thellë, Jessica dhe Michael bën diçka që as vetë nuk e kishin menduar kurrë. Vendosën të aplikonin për kujdestari të përhershme. Procesi ishte i gjatë dhe i vështirë. Pyetje nga autoritetet. Kontrolle të shtëpisë, letra, garanci. Por ata nuk hoqën dorë. Sepse çdo mëngjes kur zgjonin Liamin, çdo darkë që qeshnin me batutat e Noah, çdo përqafim nga Elia, ua bënte zemrën të ndizej. Ditën që u bë zyrtare, surpriza e madhe, një ditë me diell, pas muajsh të tërë betejësh ligjore, ata u ftuan në gjykatë. Aty, gjyqtari lexoi vendimin që nga sot, Jessica dhe Michael janë prindërit ligjor të Noah, Elia dhe Liam. Fëmijët u hodhën në përqafimin e tyre. Qanin e qeshnin njëkohësisht, por ditën që u kthyen në shtëpi, fëmijët i priste një surprizë që nuk do ta harronin kurrë, një dhomë e re. Një jetë e re. Jessica dhe Michael kishin punuar për muaj të tërë për t'u ndryshuar dhoma. Çdo dhomë ishte personalizuar për secilin fëmijë, me ngjyra, emra në mur, lodra, libra, koleksione të veglave muzikore që donin. Në mur ishin ngjitur fotot e nënës së tyre, Audrey, me një shkrim poshtë: nëna që i donte pafund. Dashuria jote jeton përmes nesh.
Noah, djali i madh, u ul në shtrat dhe tha, nuk kam më frikë nga jeta. Mesazhi që prek zemrat e botës, historia e tyre u përhap në rrjetet sociale. Një gazetar i një portali kombëtar intervistoi çiftin. Kur u pyetën pse morën një hap kaq të madh, Jesica tha, nuk ishim gati. Nuk kishim planifikuar. Por ndonjëherë jeta të jep një mundësi për të ndryshuar botën e dikujt. Dhe në fakt, ata ndryshuan botën tonë. Sot, pas 5 vitesh, Noah është në ekipin e shkollës për robotik. Elia shkëlqen në art, ndërsa Liam ka filluar të shkruaj poezi. Jesica dhe Michael e kanë mbushur shtëpinë me dashuri, jo me pasuri. Ata nuk i sollën në jetë këta fëmijë, por i rilindën me dashurinë që i shëroi. Mësimi që kjo histori na jep, nuk të bëjnë gjaku prind, por zemra. Heroizmat nuk ndodhin në filma, por në lagje të zakonshme, në heshtje. Një akt dëmshurie mund të ndryshojë jetën e dikujt përgjithmonë.